edhe atëre pasi hupa vajzën time Ylka, 4 muaj e gjysë ka pas. Shtatzani, në Gjermani. Dhe më thanë, Shtatzania... Shtatzania ka qenë gjithmonë me infekcione. Kanë vdek bebat 4 muaj. Dhe më thanë, ti ke hupë sa Shtatzani? 5 Shtatzani, në Kosovë, 2 djemi kam, edhe vajza fundit ka qenë Ylka. Kam lindë normal. Dhe më thanë, i ke hupë 6 Shtatzani, në muajin e 4 të Shtatzanis, po. Edhe fundit ka qenë vajzës, të cilës Ylka pse kom pagzu me emër, se kom lindë normal. Edhe ajo ka lindë dhe vdekur? E vdekur. Masi kam lindë Ylken, atëre unë kam vendosë, kam thënë, diçka nuk është rregull me mu. Si ki vendosë me lindë bebën e vdekur në ke lindë? E kom vendosë, bebën e vdekur e kam lindë, edhe mas andej kom marrë shumë antibiotika, për shkak se kom pas infekcion shumë të madh. Edhe ato, une kom qenë 1 javë e mbyllne, vetëm, për një arsye se kalova një pjesë depresionit, edhe nuk e kishin të leju me këkush më hymë brenda në spital, në dhomë time, pos një murgesh që vi kem vizitoj ke mu. Edhe ato aja ma dha një melache ndorë, edhe kam atë melache. E kom gjithmonë në karta me ku e voziti, se voziti shumë, se jam rrugë shumë, edhe dyqyshëm doke që ajo me lache mu mbronë. Mbronë gjithkonë. Edhe ajo me lache me atë mas vajzës time. Atëre, kur dola për spitalit, shëndeti jam nuk ish mirë. Edhe tash duhet me punu për shëndetin tem. Por, mas Ylkës, unë hapa biznisin e parë në Gjermani, ka 16 vite që jam me biznis në Gjermani, edhe unë e kam firmen e pastrimit, thirret Astra Reinigung, së është emri im. Astra më thojnë krejt familjarët e mi, edhe kështu, Astra Reinigung është një firmë shumë e bukur, edhe ajo firmë punohet gjithë shka me gjana naturale. Nuk ka kimi ato. As produktet e pastrimit... Vetëm pak, se shumë informata në ke dhanë. Kom shumë. Vetëm pak, se po e befasojmë publikun. Dhe më thanë, ti ke hap një kompani për pastrim, e cila punon me produkte naturale, që i bjenë sot bikarbon ufull. Që i dojnë Gjerman shumë. Sot bikarbon ufull e që si sena, po, për pastrim. Gjithë shka është natural. Si pastrohet banjo natural? Gjithë shka pastrohet, se na duhet mi rujt bakteret. Për ata, unë e kam rujt bakteret e mira, se bakteret e mira na duhen. A keni punu në herë për baktere, unë punoj shumë për baktere, për ata bëj analizë kuantike. Jo, unë nuk jam marrë në herë me këtë pjesë. Unë merrem me astrologjim atë për me këta. Ti merret me ata, atëre, firmen, biznisim shkoj